Një aksident fatal me mjet bujqësor ka ndodhur mëngjesin e sotëm në fshatin Dushk, ku ka humbur jetën një 71 vjeçar. Sipas të dhënave paraprake, Hekur Angelo ishte duke lëvizur me një mjet bujqësor tip zetor me rimorkjo për t'u drejtuar drejt tokave të tij bujqësore. Në një segment rrugë me Dishez, ai dyshohet se ka humbur kontrollin mbi mjetin dhe ka përfunduar në kanalin anësor të rrugës. 71 vjeçari ka qenë i vetëm në mjetin bujqësor dhe si pasojë përmbysjes ka humbur jetën në vend. Grupi hetimor dhe policia kanë bërritur në vendin e ngjarjes dhe po kryejnë dokumentimin e plotë të aksidentit për të përcaktuar shkaqet që çuan në këtë ngjarje tragjike. Trupi pa jetë është transportuar drejt morgut të spitalit të Lushnjës, ku do t'i nënshtrohet ekzaminimit mjeko-ligjor. Sipas burimeve nga vendngjarja, rruga ku ndodhi aksidenti është një rrugë bujqësore e shtruar me çakull dhe dyshohet se humbja e kontrollit mund të jetë favorizuar nga terreni dhe shpejtësia e lëvizjes së mjetit.